Dhe do të flasim pse jo për protestën, pse është i rëndësishëm reagimi publik dhe a ka frustrim qytetar. Tunë gjatjeta Ajdal. Përshëndetje, Sigurisht na ke ardhur në studio për shkak se Gjakova është larguar nga Prishtina për shkak të rrugës apo jo? Pak me shaka e them po. pikërisht është tepër vështirë edhe kur po dojmë me ardhen këtë rast, se po duhet me bëu goxha një rrugë gjatë për me ardhi atë. Mirë, pse bashtash mas 7 vjete si qytetar të komunës Gjakovës ngritni zërin? Në fakt që me qenë korrekt, unë Edhe para 2 vjetësh, po. Prej vitit 2021 që e ngrish si çështje publikisht, edhe ky është viti i tretë që po bëni aksion protestues. Ja kemi festuar për vjetorin e 67 me një aksion protestues që kemi qenë, por po ashtu edhe me disa intervista dhe me disa mundësi të kampanjave publike viteve të kaluara, po 3 vitet e fundit është vetë çështja e kaluar gjithçka, kështu që vazhdojmë edhe për vitin e 7 për fat keq mi festu me një aksion protestues. Okej. Një fest protestuese për t'ja uru ditëlindjen një projekti që po zgjatet apo jo. A nuk i është boll gjakovarëve kjo vështirësi e qarkullimit deri në Prishtinë? Po besoj kur diskutojmë njëri me tjetrin është boll, po në këtë aspekt ta shohim në veprime se çka ndërmarrim, për shkak se shpesh herë po ankohemi, jo vetëm Gjakova, po edhe komuna tjera, se që me qenë korrekt edhe rruga për Gjelan edhe rruga për Mitrovic, për Mitrovic ka gati 20 vite ju ka po, që janë të gjatë të jetë shumë, pse për këtë Gjakovës po diskutojmë shpesh herë, po flasim shpesh herë, edhe aksionet protestues kur po i thrasim pak po marrim pjesë, ta shohim vitin e 7 sa po marrim pjesë, po viti 6 edhe viti i 5 që ka qenë, pjesëmarrja ka qenë të ulët, që mos më thonë as pak. Cilat janë shqetësimet tuaja kryesore sot, se një pjesë e atij segmenti edhe është asfaltu? Po, është asfaltuar, janë hap gropa të reja. Në asfaltin e ri? Në asfaltin e ri gropat janë hap? Po, për jashtë asfalti në 3 muajt e fundit të vitit 2025 që ka qenë pak më i mirë, me disa pjesë duke po besoj e keni pasë është bërë edhe virale një prej mureve që është në rrëzim e sipër, që s'është rrëzuar la, po çdo kohë po shkon të ra prej rastit në janar që ishte të problemeve me motin që ishte edhe që ndodhin përmbytjet, ajo gati se rrëzoi murin edhe u pa aty që është pa një bazë hekuri që duhet me qenë. Megjithatë ka qëndruar aty tash i bën mbi 2 muaj që qëndron muri në rrëzim e sipër, edhe akoma është ashtu. Në asfaltin që supozohet me qenë i ri, qysh në nisje, qysh në hyrje daljen e qytetit e Gjakovës, e shohim që asfalti pavarësisht që duket që është bërë tash, ose të paktën ka 3 ose 4 vite maksimumi që është ndërtu, ka gropa të mase. Po ashtu edhe nëse e shohim në disa pjesë tjera ka gropa, që me qenë korrekt, ka një pjesë asfaltit i cili është goxha i mirë edhe ka 4 vite, 5 vite që është bërë dhe prapë është tepër mirë, tepër kualitativ pa gropa, për fat të keq duhet me cik që është kualitativ ku e ka obligim me qenë, po të ka ndërtime tjera që ka shumë gropa, rrëmarrall për shumë pa gropa. Unë lexova një pjesë të reagimit tuaj që përpos asfaltit që qahet me gropa, e betonit që bie, e ngritet shqetësimin dhe për kufizimin e shpejtësisë në 60 km/h, në rrugë që thuani se është me 4 korsi. Është e zakonshme kja për çështje sigurie, pse ky kufizim shpejtësie? Sipas disa profesionistëve, që me qenë korrekt, unë nuk jam profesionist i fushës infrastrukturës apo që punoj në pjesën e ambientit. Sipas tyre ka qenë për shkak se është ndërtim e sipër është vendos 60 km/h, po nëse shkojmë pak më larg te pjesa mund me qenë gabim me emrin e fshatit, po mdoket që është pjesa Kievës ose afër Kievës, prej dolës në Kiev që po rregullohet tash, ose magjistrala pej Prishtinë, aty është një pjesë ku është 100 km/h. Domthonë largësia e këtyre dy rrugëve ka më pak se 10 km. Në rast se me një pjesë tjetër po bëj ka 100 km, pse në këtë tjetër nuk po bëj ka, është 60 km/h.
ndërkohë në qendër qytetit ka hapësina ku mujmë 50 km/h me vozit kjerën. Kështu që po besoj edhe të që pjesa që të paktën është dash 80, nëse ne shfrytëzojmë si magjistrale, po ashtu është edhe ndërlidhje që lidhet me kufinin me Shqipërinë me 2 lidhje kufitare, nuk po besoj që ka logjik që me qenë 60 km/h. E qartë. Unë e di që festat në Gjakov bënd mira, edhe më thënë drejtë më ka marrë malli që të vi atje pak për më shumë fest. Me 15 mars, çfarë feste ditëlindjes kësaj rruge po planifikoni? Për fat keq po ja festoj me një aksion të vogël protestues pa e blloku rrugën ose diçka, është thjesht një aksion protestues pa dëmtu edhe pa e ndalu shfrytëzimin e rrugës. Ka me qenë thjesht një aktivitet që e kam ndërmarrë personalisht, megjithatë e pres secilin qytetar që shet arsyeshëm që ndon të njëjtin opinion për mu bashkangjit edhe me i tregu nivelit qendror, së pari me ja tregu ndoshta atë pjesë për shkak të që nuk kanë arrit me vizitu një pjesë për tënë. Okay. Edhe një në kohë që në rast se e shohin të arsyeshme që i çdo është pa të arsyeshme, që mi përshpejtu atë përfundim të rrugës. Po nëse reagimi juaj nuk sjell, aksioni juaj nuk sjell reagim institucional, si thuash, a ka hapa të tjerë të radhës, a ka ndonjë mendim për ndonjë formë të presionit qytetar ndaj institucioneve për të kryer punë mirë e shpejt? Pjesa keqe në këtë rast po është për shkak se jemi në tranzicion politik ku gjykata kushtetuese na ka bllokuar procesin dhe presionin nëse dojmë me Po qeveri kemi. Qeveri kemi. Qeveri kemi edhe sigurisht ne do ta drejtojmë në ministrinë të ministri i ri, për shkak se te ministrat e kaluar, qoftë Libuni, qoftë zoti Hyseni i kemi paraqit, bile edhe në disa prej deklaratave ka qenë që përfundon në vitin 2024, do kemi sot në 13 mars 2026, nuk ka përfunduar ajo rrugë. Kështu që tashme që kemi zotrin Basha është ministri i, sigurisht që do ta paraqesim edhe tek ai pas kësaj, po që me qenë korrekt është paraqit më herët dhe zotri Basha, hiç më larg se mbram në njërin prej televizioneve qendrore e ka tregu që e dim që është gjendja dhe ka më rregullu, kaq nuk është që ka pas detaje të shumta, megjithatë për gjithë rrugën prej qytetit të Gjakovës ku ka ndërmarrë që Ministria e Infrastrukturës me përfundu deri te pjesa e Dolçit, ne kemi me ngritë si çështje, duke shpresuar që edhe Kiev ka mu përfundu po ashtu për shkak se edhe zona tjetër që ndërlidh për Gjakov-Prishtinë. Nëse ka aks më të rëndësishëm se Gjakov-Prishtinë për Gjakovën, definitivisht nuk shoh tjetër që ka më të rëndësishëm. Edhe po shpresoj që kanë me punu që duhet. Ka kontrata të reja, ka kontrata që s'janë publike, ka që janë publike, edhe kur kemi kërku kontratat me në dërgu, nuk në kanë dërgu me arsyeën që janë në gjykat për rasti. Po nuk kemi informacion tjetër shtesë. Okej. Folëm në fillim e dua ta përfundoj njëjtë për qytetarët e komunës Gjakovës, sikur në gjithë Kosovën dorën zemrën njësoj, rrallë hiç dalin njerëzit për të shprehur pakënaqësitë e tyre përmes një forme që është legjitime në Kosovë, pra protesta në të gjitha format e saj të lejuara sipas ligjit në përgjithësi. Si e shpjegon si aktivist këtë fakt që njerëzit e këtij vendi përkundër se mund ndjehen tepër të frustruar me ndonjë gjë, edhe kur rruga vazhdon të ndërtohet për 7 vjet, e thuhet se do të përfundohet në 2024 e ne flasim prapë në 2026 për të njëjtën temë, pse nuk angazhohen njerëzit publikisht për të shprehur frustrimin e pakënaqësinë? Përbes kur po flas më shumë prej tyre, po thotë jemi lodhur dhe përmes një proteste nuk bëjmë asgjë. Unë i kisha ftuar secilin me pa që mund është më bëu përmes një proteste, mund është më bëu nëse ngrit zonin vazhdimisht, se po e vërtet nëse ngrit zonin vetëm me 15 mars atëherë nuk është e mjaftueshme. Qëllimi i kësaj është që mund ngrit çështjet aty ku duhet edhe kudo që kemi me pas hapësinë. Një prej projekteve kryesore që është shumë e rëndësishme është kjo, kështu që i kisha ftuar secilin qytetar, jo vetëm të Gjakovës, po ashtu edhe secili qytetar që
vjen prej Prishtinës e ka problematikën për marrë deri në Gjakov, për shkak se e shohin sa problematike është ajo rrugë, së pari në rast se nisesh edhe natën, nuk ka as drita natën në gjithë rrugën. Kështu që secili qytetar duhet mu bashkangjit, nëse jo në aksionin protestues që e kam ndërmarrë unë, atëherë le të ndërmarrin diçka tjetër. Nëse janë profesionistë fushës të ligjit, atëherë le ta shohin ku mujnë me padit ministrinë për kacë, sepse po besoj që ka hapësira ligjore ku mujnë me tregu dëmtimet që po na i bojnë secilës makinë prej amortizimit deri te dëmtimet shumë të shpeshta, po ashtu edhe fshatrat prej ka kalon rruga ka shumë dëmtime që ju ka ndodhur etj. Pra ka shumë hapësina ku mundet një qytetar ose një grup e qytetarëve me vepru diçka. Po e mira kish me qenë në rast se ishin bo bashkë dhe kishin ndërmarrë disa hapa. Qoftë për shoqërisë civile, qoftë dikush për bizneseve, për shkak se edhe bizneset kanë punë shumë sigurisht në atë aspekt, po gjithashtu edhe secili qytetar, qoftë i zonës urbane, qoftë i zonave rurale që kalon rruga, e din problematikën që po ndodh aty. Kështu që kish me qenë tepër mirë edhe i zhdasht me qenë një punë e përbashkët ku e rrisim dhe vazhdojmë presionin. Po ashtu duke shpresu që ministrat momental që janë edhe prej ardhen që e kanë për Gjakovës edhe që kanë qenë dikur pjesë e institucioneve në Gjakov. Po ashtu deputetët që vinë pra rajonit Gjakovës, kish me qenë tepër mirë me ngrit këto çështje për shkak se nuk preket vetëm komuna Gjakovës. Arrin në Gjakov këta deputet apo janë bartë në Prishtinë? Shumica e në bordë Prishtinë që është okej, është zgjidhja veta e cila ndodh. Kjo është një prej arsyeve kur elaboroj pse duhet rruga Gjakov-Dolc me përfundu sa më shpejt, për shkak se rrollë qytetar ka që mund me jetu në Gjakov në rast se është minimumi 2 orë buhet rruga deri në Prishtinë shpeshherë. Kështu që edhe ku ta mendoj që janë vetëm 87 km. Për 87 km me buhet 2 orë sigurisht që kanë me largu edhe prej Gjakovës, ose shumë njerëz prej nivelit qendror pritojnë marrë në Gjakov për shkak se është shumë larg për ta. Edhe nëse shohim shpeshherë edhe shumë aktivitete ndërmirën në rrafshin e Kosovës, jo në rrafshin e Dugaxhinit për shkak problemit të rrugëve. Se jo vetëm Gjakova preket ka kjo rrugë, preket të gjithë rrafshi i Dugaxhinit prej Stogut deri poshtë në Rahovec. E qartë. Do të flasim, besoj, më tepër për këtë rrugë, përderisa afrohet dhe hym në pranverë kur njerëzit kanë qejf të shkojnë në Gjakov të paktën për një kafe në Qarshinë e Vjetër, që është ikonike, e ndoshta duke përjetu vetë edhe ku i dihet, flasin më tepër dhe më lirshëm në anën tjetër, ka gjasa të mëdha që të kemi zgjedhje, vinë edhe për fushat, kështu që edhe atëherë t'ju kërkoni, pse jo? Edhe këtë kemi kërkuar, edhe në kohë fushate. Edhe në kohë fushate, po se i patëm shpesh. Sigurisht se ndoshta edhe ju kanë pak më shpesh me kalu ka kjo rrugë, edhe ndoshta i kanë pa disa gjëra, për shkak se edhe është vërtet kohë fushate që është intensifiku puna përndryshe. Megjithatë, po shpresoj që kam u zbatu një punë e duhur, edhe kam i bë punën çish duhet, se edhe punën shkeleshko si një pjesë e asfaltit që është shtru për herë të dytë para disa muaje, tregon qartë që edhe disa prej kompanive atë nuk e kanë bërë punën që duhet, pavarësisht që e kanë pas pagesën prej ministrisë. Kështu që po shpresoj që tash tutje e bojnë punën që duhet, edhe po shpresoj që viti 2026 me qenë viti ku përfundon kjo rrugë ashtu si duhet. Jo edhe në mënyrën qysh disa pjesë të kësaj rruge janë, mundësisht me bëhet drita se gjatë natës, po është shumë vështirë. Ideal, të faleminderit shumë, do të jemi në kontakt për shqetësimet tuaja. Faleminderit. Faleminderit Luek juve dhe nisënishi që gjithmonë mundson hapësinën për mi nda problematikat që kemi, dhe po i ftoj qytetarët këtë rast me u bashkangjitë edhe me ngritë si çështje, dhe nëse nuk mundën ditën e diel me ngritë si çështje vazhdimisht deri kur ta shohim të arsyeshme që po përfundon rruga. Faleminderit shumë.